Prej shumë vitesh, Rozana Radi preferon që të mbajë jetën e saj private sa më intime. Zgjedhja duket se është e partnerit të saj, që preferon të mos jetë pjesë e shtypit roz. Megjithatë, çifti duket se nuk ka vetëm një lidhje të konsoliduar, por e kanë kurorzuar dashurinë edhe në martesë. Një fakt të tillë e ka thënë vetë këngëtarja gjatë një debati. Duke debatuar me Gjesin, Rozana ka shpërthyer duke thënë: "Me mua nuk guxon ti." Gjesti i shtyr nga korrektja ka pyetur këngëtarin se pse ai nuk mund të marrë një guxim të tillë, por Rozana i tha prerë se: "Jam gruaja e martuar, nuk afrohesh dot fare tek unë." Ka qenë mjaftuar që rrjeti të shpërthejë me këtë deklaratë, duke zbuluar kështu edhe martesën e saj të fshehtë. Vetë artistja ka qenë gjithnjë shumë e rezervuar për të folur për detaje nga jeta private, por edhe miqtë e afërt refuzojnë të zbulojnë nëse kanë qenë dijeni të dasmës që ajo dhe partneri i saj kanë bërë. Rozana Radi ka folur për jetën e saj private, por edhe për atë profesionale. Ka pranuar se është në një lidhje dashurie prej më shumë se 10 vitesh. Jo vetëm kaq, por ajo tregoi edhe në një moment kur gazetat e kanë futur në sherr me partnerin e saj. Gjithashtu, ajo zbuloi edhe diçka për partnerin, duke cilësuar se ai nuk merret as pak me botën e televizionit dhe ka dëshirë që të mos të bëhet publik. Në një emision thash: "Jam shumë i lumtur sa jam ndarë me të dashurin", ku pjesë ishte satira përveç investigimit. Pas emisionit do të shkojnë në plazh me të dashurin dhe nisën gazetat. U rilidh Rozana: "Na futëm me të vërtetë në sherr, sa i më thosh se pse e ke thënë ti. Ne nuk ishim në sherr, por na futëm me të vërtetë në sherr." Por kush është shpëtimi? Partneri i artistes, Shpëtim Karakushi dhe Rozana zyrtarizuan lidhjen disa vjeçare me fejes në vitin 2018. Rozana pohoi se i dashuri i saj punon në prokurori, po nuk është prokuror. Nuk zbuloi shumë të dhëna për marrëdhënien e saj, por një detaj, të cilin Rozana e veçoi për të dashurin e saj me profesion oficer policie, tha se ai ka sens humor njësoj si ati i saj. Shpeshherë ajo dhe Shpëtimi janë fotografuar së bashku në evente të ndryshme, duke zbuluar dhe imazhin e oficerit të policisë gjyqësore që i ka rrëmbyer zemrën.